Ministri dhe zëvendës Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Lutkov dhe Sedat Sulejmani kanë qëndruar për vizitë pune në komunën e Gostivarit. Lutkov dhe Sulejmani vizitën e kanë filluar me institucionet nga fusha e kulturës, ku drejtorët e institucioneve nacionale i kanë informuar për aktivitetet aktuale dhe projektet e ardhshme që realizohen me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, por edhe për problemet me të cilat ballafaqohen këto institucione gjatë punës së tyre. Ministri Lutkov bëri të ditur se problemet me të cilat duhet zgjidhje urgjente janë hapësirat e funksionimit të teatrit dhe galerisë, të cilat funksionojnë me një objekt të përbashkët e qendra për kulturë, ku është vendosur edhe biblioteka e qytetit. Ai tha se aty nuk ka hapësirë të mjaftueshme për 4 institucione dhe se disa prej tyre duhet të disperzohen. Moram da istaknem дека има голем број на национални установи на Гостивар, но Më duhet të potencoj se ka shumë institucione nacionale të kulturës në Gostivar, por dikush prej tyre ka kushte adekuate për punë. Fakti është se do duhet të intervenohet te pjesa më e madhe e tyre. Për atë që u dakorduam edhe me zëvendësin tim dhe me drejtorët e institucioneve nacionale në Gostivar, është se do duhet të mendojmë me mençuri, të racionalizojmë institucionet, të sigurojmë hapësira adekuate të cilat do të jenë efikase dhe nuk të harxojmë mjete enorme më tej për mirëmbajtje. Por ku do të vendoset teatri dhe galeria ende nuk ka vend të caktuar dhe afate kur ata mund të disperzohen. Nga ana tjetër, zëvendës Ministri Sulejmani sqaroi se së shpejti do të krijohen grupe punuese për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen këto institucione në Gostivar. Çdo institucion ka problem. Ne kemi marrë përsipër një barë që e trashëgojmë. Këto probleme nuk janë të sotshme, problemet janë kahmotshme. Po megjithatë ne mundohemi në këtë situatë të menaxhojmë institucionet. Nuk caktuam ndonjë datë se kursi, po në afat sa më të shkurtër unë bisedova edhe me zotëri Sulejman Rushitin, që do të vijë edhe një herë në Gostivar, edhe do të ulemi përsëri me po të njëjtit drejtor, edhe do të formojmë një grup pune. Pastaj do të shohim, nuk japim premtime se ne do të zgjidhim të gjitha problemet, po më së paku do të mundohemi të zgjidhim problemet elementare. Ata kanë vizituar edhe disa objekte që janë pjesë e trashëgimisë së rëndësishme kulturore të Gostivarit. Mesin e objekteve të vizituara ishte edhe xhamia e vjetër në Raven, një trashëgimi e rëndësishme kulturore e shekullit të 19, e cila më vonë u shkatërrua nga zjarri dhe më pas u restaurua. Ministri Lutkov tha se deri më tani për rikonstruimin e kësaj xhamie janë ndarë 135.000 euro. Како дел од посетитиве денеска изјавата ја даваме во старата xhamia во Ravен. Si pjesë e vizitave deklaratën e japim nga xhamia e vjetër në Raven. Këtu është intervenuar më shumë herë me mjete financiare dhe deri më tani janë siguruar rreth 135.000 euro. Për vitin 2025 kemi siguruar 1.5 milion dinar për rikonstruim të konstruksionit prej drurit të Dyshemes dhe disa pjesë të tjera. Shpresoj që deri në fund të vitit 2026 edhe me një intervenim të vogël, sidomos te fazada dhe të një pjesë e minares, xhamia e vjetër e Ravenit do të përfundoj. E vizituam edhe kishën Shën Dimitri e cila ekziston që nga viti 1840, ku po ashtu kemi miratuar një pjesë të mjeteve prej rreth 300.000 dinar, me të cilat duhet të ndërohen dritaret. E vizituam edhe kullën e Sahatit, shtëpinë e Beut, një simbol i vjetër i trashëgimisë, ku po ashtu do të ketë shumë intervenime dhe në fund e vizituam edhe shtëpinë Ahmet Çakos, është djegur, por familjarët na hapën dyer dhe u njoftuan mbi situatën se si ka ndodhur shpërthimi i zjarrit. Lutkov dhe Sulejmani theksuan se Gostivari ka pasuri të madhe kulturore që është arsyeja që ky qytet jetë një destinacion tërheqës për të gjithë ata që dëshirojnë ta vizitojnë. Andaj përkushtimisht tuan ata është që të realizojnë projekte të tilla jo vetëm në Gostivar, por edhe në të gjitha anët e Maqedonisë.